Tosrat e Kosovës në udhëheqjen e shtabit të përgjithshëm të saj gjatë këtij viti u përball kundër shumë ofenziva të pushtuesit serb. Ajo arriti të bëjë ballë me sukses të gjitha këtyre ofenzivave, kështu që sot ushtria çlirimtare e Kosovës është më përgatitur si në planin kombëtar dhe në atë ndërkombëtar. Përshkruash kontributet e Thaçit si neutrale është absurde, sepse ka prova për të vërtetuar të kundërtën. Nuk është kontribut neutral të thuash këto fjalë nga një pozicion siç kishte Thaçi. Dhe nuk është kontribut neutral të marrësh në pyetje, të kërcënosh, të rahësh personat në qyrez. Fillojmë me zotin Hashim Thaçi. Të gjitha diapozitivët duhet të jenë publik, përveç se kur do t'ju them unë ndryshe. Mbrojtja e Thaçit argumenton në paragrafët 124 deri në 127 të dosjes së vet, se ZPS-ja nuk ka vërtetuar për dyshimit të arsyeshëm se Thaçi ka qenë një prej antarëve themelues të UÇK-s apo antar i shtabit të përgjithshëm ose shtabit qendror përpara 1998-s. Zoti Tiger foli shkurtimisht për këtë, por argumentet e mbrojtjes së Thaçit në fakt nuk qëndrojnë. Mbrojtja e Thaçit keq orienton kur thot se Azem Sula, një prej antarëve të NKP-s, ka qenë në pozicion të dinte kush kanë qenë antarët fillestar të shtabit të përgjithshëm. Kjo në fakt është në mos përputhje me atë çka shtëm për Hashim Thaçin si një nga themeluesit e UÇK-s. Në provën 847, Sylla flet për përbërjen e parë të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Ai evidenton Thaçin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin si antar themelues. Në provën 1875, Sylla në fakt flet për diçka tjetër. Gjegjësisht se çfarë konsideronte ai një takim themelues të UÇK-s në dhjetor të 1993-shit. Ai qëllimisht nuk i përmend pjesëmarrësit në atë takim, as nuk pretendon se ka renditur të gjithë themeluesit e UÇK-s që kanë qenë pjesëmarrës në këtë mbledhje. Prova të tjera, sikurse në provën 186, tregon që themelimi i UÇK-s është kuptuar në fakt tamam në prill të 93-shit, në një mbledhje tjetër, ku nuk ka marrë pjesë Azem Sylla, po në të cilin ka marrë pjesë Ademi Ashari, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe të tjerë. Provat tregojnë vetëm dallimet në cilësimet e momentit themelues të UÇK-s, por kjo nuk është një mos përputhje nëse ishte apo jo Thaçi një prej themeluesve. Sikurse e tha zoti Tiger, kur e pyetën Thaçin, ZPS-ja, kur bë antar i shtabit të përgjithshëm, përgjigjja e tij ishte se e dihej nga të gjithë që ai ka qenë një prej themeluesve të UÇK-s. Provat e dorës së parë, ku mbështet mbrojtja e Thaçit në paragrafin 127 të dosjes së vet, ku përpiqet na tregon që Hashim Thaçi është kyçur në shtabin e përgjithshëm në nëntor të 98-s, në fakt burojnë nga Sokol Bashota dhe vetëm nga Sokol Bashota. Dëshmia e tij në fakt kontradiktohet nga një malë me prova. Përfshirë edhe vetë përshkrimin e Hashim Thaçit në lidhje me punimet e brendshme të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s përpara, edhe këtë mund ta shihni në provën 771 dhe provat shtesë, të cilat mund të lexoni në dosjen 101, 432 të dosjes son. Nuk është e qartë fakt as nëse mbrojtja e Thaçit vetë beson Bashotën lidhur me këtë, sepse ata kanë argumentuar në deklaratat hyrëse se Thaçi është ftuar të bashkohet në shtabin e përgjithshëm në pranverën e 1998-s përpara se të përshkruani logjistikën dhe përgjegjësitë për mediat që ka pasur ai. Këtë mund ta shihni në transkript në faqe 2303-2304. Provat që ka dhënë Sokol Bashota nuk mund të jenë të besueshme lidhur me këtë pikë konkrete. Pra, kjo tregon se duhet parë me kujdes besueshmëria e tij
lidhur me aspektet që ka diskutuar, sepse ai, në fakt, duket që ka qenë në favor të të akuzuarve. Nga pozicionet e Thaqit pranë UÇK-s, pra për shkak të pozicioneve që ka pasur në UÇK, ai ka kontribuar në një sër veprash penale të pafundme, të cilat ne kemi diskutuar në paragrafët 482-507 të dosjes sonë. Dhe nuk është thjesht kontributi që i ka dhënë UÇK-s për qëllimet e përgjithshme politike, apo kontribute neutrale, siç diskuton mbrojtja e Thaqit në paragrafët 112 dhe 118. Mbrojtja e Thaqit mbështetet shumë në fakt në çështjen e gjykatës penale Mbarushimana. Dhe të citojnë me hollësi vendimin e konfirmimit dhe na japin një ilustrim se si kontributet për qëllime politike nuk mund të jenë kontribute për vepra penale. Ai rast nuk na ndihmon të kuptojmë çështjen që kemi aktualisht përpara këtij trupi gjykues. Gjykata penale nuk përdor ndërmarrjen e përbashkët kriminale. Kryerja e përbashkët atje përkufizohet si bashkëkryerje apo bashkëkryerje e tërthort dhe janë elemente të ndryshëm krahasuar me NKP-n. Mbrojtja e Thaqit thotë që Mbarushimana u akuzua për bashkëkryerje të tërthort sipas nenit 25.3d të statutit të gjykatës penale. Nuk është e vërtet, sepse ky nen nuk flet për bashkëkryerje të tërthort. Në fakt, Mbarushimana u akuzua për përgjegjësi të tërthort penale, e cila nuk mund të krahasohet me çështjen që ne kemi aktualisht. Jurisprudenca e gjykatës penale në fakt nuk e trajton fare kontributin e madh që ka përgjegjësia penale në nenin 25.3d. Këtë mund ta shihni edhe në paragrafët 1242, 1244 të akt gjykimit Al Hasan. Edhe një cilim tjetër në kontekstin ton mund të gjendet në paragrafin 1876 të çështjes 0202 akt gjykimi i apelit përpara ECC-s, ku në fakt trajtohet NKP-ja, ndërmarrja kriminale e përbashkët, pra, dhe thotë që të gjitha veprimtarit që janë në pamje të parë, të palidhura me kryen e krimeve, duhen marrë parasysh kur të peshohet kontributi që është dhënë në kryen e një vepre penale. Edhe më e rëndësishme, në fakt Hashim Thaçi ka qenë një përkrahas i drejt për drejt i qëllimit të përbashkët kriminal. Këtë mund ta shihni më konkretisht për mënyrën se si ai flet për LDK-n, një prej grupeve që shënjestronte politika ndaj oponentëve. Në ekran keni një raport të shtabit regional Liria që është diskutuar të 779-7800. Ndërhyrja e Thaçit nuk mund të kishte qenë e qartë. Ai nuk ishte e qartë. Ai deklaron se ata që nuk e njohin shtabin e përgjithshëm janë kriminal dhe ne nuk do t'u japim armë kriminalëve, por ne do të luftojmë kundër tyre. Ja ku kemi provën 486, ku në një moment të tensionuar me Tahir Zemaj, Thaçi i drejtohet dhe i thot, do të luftoj Tahir Zemaj njësoj si serbët, ty dhe njësit e tua. Dhe ky është njëjti mesazh që do ta shihni shkurtimisht në komunikatën 53, ku më 18 shtator 1998 shtabi i përgjithshëm deklaroi se vetëm në Sferk, Prapajqan dhe Baran, ku dezertorët ish antarët e UDB-s, aktualisht institucionalistët si Tahir Zemaj kanë influencë. Armiku nuk gjeti rezistencë, pavarësisht faktit se këto fshatra u dogjën e u përvëluan dhe u shkatëruan. Një ditë këta persona do të mbajnë përgjegjësi për dëmet që po i shkaktojnë popullit dhe mëmëdheut. Kjo është e qartë pra, kjo është një mesazh i qartë për ata që ishin i pengonin kontrollin UÇK-s.
Fjalët që ka Thaçi Zemaj u përkthyen në fjalë, në formulim në një komunikat dhe u bën realitet 2 ditë më pas ku ndalua delegacioni i Qirezit edhe kulminoi me kërcënimin e zotit Thaçi kur tha do t'ju vrasim në Prishtinë. Të përshkruash kontributet e Thaçit si neutrale është absurde, sepse ka prova për të vërtetuar të kundërtën. Nuk ka qenë, nuk është kontribut neutral të thuash këto fjalë nga një pozicion siç kishte Thaçi, dhe nuk është kontribut neutral të marrësh në pyetje, të kërcënosh, të rahësh personat në Qirez. Gjithashtu, mund të shihni një lidhje të qartë mes fjalëve të Thaçit, fjalëve të shtabit të përgjithshëm dhe krimet për të cilat akuzohen në paraqitjen e tij publike në provën P1256. Ka dhënë dëshmi Nuhi Bytyqi dhe ka thënë se e ka filmuar Hashim Thaçin kur e ka thënë këtë më 30 tetor 1998. Dhe këtë mund ta gjeni në faqet 1672, 1678 të transkriptit të tij. Tosrat e Kosovës në nuheqjen e shtabit të përgjithshëm të saj gjatë këtij viti u përball kundër shumë ofenziva të pushtuesit serb. Ajo arriti të bëjë ballë me sukses të gjitha këtyre ofenzivave, kështu që sot ushtria çlirimtare e Kosovës është më përgatitur si në planin kombëtar dhe në atë ndërkombëtar. Në planin kombëtar, ushtria çlirimtare e Kosovës përkundër propagandës dhe luftës speciale që u bë para, gjatë dhe pas ofenzivave të pushtuesit serb të ndihmuar edhe nga elementet autonomist, ajo arriti që vetëm të konsolidohet, të profesionalizohet dhe sot ka arritur shkallën më të lartë të organizimit të saj politiko-ushtarak. Lufta speciale, elementet autonomist, paraqitja e parë. Mbrojtja e Thaçit argumenton në paragrafët 244, 247 të dosjes se ky fjalim nuk duhet merret për bazë dhe të thuash që Hashim Thaçi në mënyrë publike ka bërë sulme të tilla, sepse Bytyqi ka hequr referencën lidhur me luftën speciale dhe elementet autonomistë përpara se të përcillen në dokumentarin e tij. Po në fakt ky argument shtrembëron kuptimin e vërtet që ka kjo provë. Së pari, që i ka thënë këto fjalë Thaçi, në vetvete, kjo është e rëndësishme. Ky është një recitim personal i parimeve kryesore në politikat kundër oponentëve. Edhe këto janë thënë publikisht. Nuhi Bytyqi e pranoi kur dha dëshmi se qëllimisht i ka prerë këto pjesë dhe tha se UÇK-ja kishte nevojë për të kishte më shumë përkrahje nga të gjitha shtresat. Pra dëshmitari e dinte natyrën apo se efektin negativ që do të kishin këto fjalë. Që është edhe më e rëndësishme nëse merr parasysh që Nuhi Bytyqi ka inkuar Thaçin ta bëj fjalimin e tij më diplomatik dhe këtë na e konfirmoi vetë kur ka dhënë dëshmi. Dhe ka thënë që kjo provë është versioni më diplomatik i fjalëve të Thaçit. Pra, origjinali ka qenë edhe më keq. Siç e ka përshkruar dëshmitari në faqen 381, në provën 1264 kur pa skriptin, përpara se ky që pam në ekran, ai tha, kur lexova fjalinë e parë nuk më pëlqeu. Sepse që në fillim të kësaj paraqitje publike ishte shumë ekstremist në mënyrë të shprehurit. Po thërriste tradhtar, të gjithë ata që nuk ishin kyçur në UÇK dhe ata që nuk e përkranin UÇK-n. Së dyti, dhe më e rëndësishme, mesazhi i Thaçit kundër luftës speciale edhe elementëve autonomist është theksuar edhe më tej nga shtabi i përgjithshëm në forma të ndryshme, në forma të tjera. Të marrim një shembull më konkretisht. Më 1 nëntor 1998, Drejtoria e Policisë Ushtarake, pranë shtabit të përgjithshëm,